Më shumë se gjysma e fshatit Peladhin në njësinë administrative Zërçan në Bashkinë Bulqiz është pa vaditje. Shkak për këtë është bërë mungesa e funksionimit të kanalit vaditës, i cili prej vitesh qëndron i bllokuar. Kjo vepër vaditëse ka qenë në shërbim edhe të disa fshatrave të Shupencës, por pas viteve 90 nuk ka funksionuar fare. Tentativat e Bashkisë Bulqiz për ta rivënë në funksion ka qenë të pasuksesshme, për shkak se kanali vaditës kalon përmes banesave e një pjesë e ka bllokuar. Avdi Krasniqi thotë se kjo problematik ka lënë pa vaditje shumë tokë buqësore, e cila nuk është punuar nga fshatarët pasi nuk kanë ujë për të mbjellat. Nga ana tjetër, Avdiu kërkon që bashkia të gjejë një zgjidhje duke ndërtuar një kanal alternativ në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi për të vaditur tokat buqësore. Ka problem i madh. E bon fjalës se më pastru, erdhë me pastru, po e bon copa pastrim, nuk e bon drejt fund. Me fjalë ujtë e qenë gjipse ka tunë të poshtë nuk shka si pak. Po kja shish 90 kur ka demokraci orë. Aji kanali fakt gjipse kanali të ashtë e mullumen. Shpajt mullumes kanë bon hajatat, kanë bon shpajat. Si mjetë erën të mobilizun me punëtorëve, po kanë punu i muje gjithë punëtorë, po prapë sune qanë, sune pasru në drejt fund. Kjo mulesa të problemi. Kanë bon 3-4 vene në ndërtesat, bonjët janë kreditanë, dreshi më thus, bonët. Më balë ka qenë në ndërtimet. Pjesa hyrëse e fshatit nga ana e Bulqizës ka vaditje, pasi kanali funksionon normalisht për vitesh.